Përshëndetje gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisionit Akustik Night. Më i ri është hala është beb. Të prej orës 19:30 dhe në orën 21 jam së bashku me kolegun tim Hysem Kafexhiun. A jetun po? Se që kja pëm penga. Ska lidhë. Gjithashtu me Friksin dhe Peperifiku. Ndërkohë që sonte është nota e na më thonë Bujanovcit. Është natë e madhe. Natë e madhe. Sot kemi një mysafir special për Bujanovcit, është Flakron Mehmeti, Flakron Mirësi. Edhe ka marrë një shleper publik me vetë. Patjetër. I përshëndesim edhe gjithë ekipën që ki Kosova. Visin Asimin edhe Enisin. Po, edhe Vigani ka ardhur pa prit pa kujtu ashtu. Jo, Kosova është vend i sigurt, këtë tën këta bodyguard me vetë, çfarë është puna? Veton i sigurt mjaftueshëm. Vigan, veton. Le, mirë është, hajde. Faleminderit të gjithë ju djam, edhe pse s'po shihni mbrapa kamerave, që keni shoshru Flakron. A më i një zonë para më. Po, shohim më vonë se bëjmë me lëvizje kështu. Shpejt. Flakron mirë se erdhe. Mirë se gjitha për parim. Faleminderit për ftesën shumë. Po neve është kënaqësi në momentin kur e dim që e merr një rrugë, nuk është ku me di sa rrugë e gjallë, po megjithatë vjen prej Bujanovcit. Si Bujanovci, si Presheva, si gjitha ato troje faktikisht na i konsiderojmë si pjesë të shpirtit tonë, si pjesë e jona, për shkak se nuk na s'bojmë tallime. Për kundrazi aty në kufeve artificial që janë atje. Kështu që kemi shumë derën që të kemi sot. Edhe pyetja e fundit për sonte me çka ke ardhur? Me shoqni. Alla ile argjut benzin shumë. Katësh Pacifik. Ja. A zhon shumë jo? Jo, naftash. Okej. Se ju seni në fund e pagun faturën. Dizel është tani. Unë e paguaj ti sharos. Flakron Aljar, është shumë kënaqësi që të kemi sot. Ka qenë shumë rastësishme në momentin kur të kemi vrejt. Është bani ku e gjatë që kemi mysafir ndryshëm, kemi edhe ata njerëz që kanë këndu ose kanë bërë muzikë për viteve të 80 apo edhe gjeneratat e reja. Tash po rrjetet sociale po na mundsojnë për me dëgjuar edhe muzikë të mirë edhe prej juve. Faktikisht një rast të je edhe ti ku të kemi pa me Hysen, kemi thonë po kjo djalin dojmë me pas studio. Kështu që e ke planuar ftesën më një herë dhe kështu që falenderojmë edhe një herë. Faleminderit juve edhe një herë për ftesën. Ky ka faje që të kum thirr. Gjithë bëhet dikush se bep atë. Bezvel. Ç'është? Patjetër, okej, po shkojna me 2-3 pyetje të thjeshta për fillim, apelojna për me këtu se kesh një repertuar perfekt mirë. Sot John çash edhe të got. Edhe të got. Sjellshëm është. Edhe sa vrejta, sa kemi vrejta, sa kemi pa, domethënë është një kitarist shumë i mirë, kështu që sonte kemi më kënaqur me të bëu muzikë. Komedi sa ka ushtru rrugës. Kejt është. E ka mundu rruga. Është ku çes rruga. Dhe gabimin që kena bëu, domethënë që këtë pjesën tjetër ish dash me bëu ndaj fart kafiç ose diçka. Ata këto pipin me shterit me vete. Po në thoj shamo se e kuzhinën, në thaj a di qa kena hek me hek, qa kena hek me hek, ajt, ty sen hajt. Kena hek me hek, jo. Qa kena vujt me hek, kuzhinën, për me pruti që të mishtru që të ka uqat, bën edhe me flajt. Tash na ju ushqejnë. Po tjetër me muzikë. Është një ushqim tjetër, Po gjuna. Është sa mirë, domethënë është. Mundime të kuzhina definitivisht. Kena që sa kohë ke filluar për mu marrë me këtë zë. Po çfarë pyetje po? Po ma përgjigjen klishe, po vazhdojnë pe vogël. Jo, po. Ja, po flasim pak më seriozisht. Domethënë momentin që ti ke nisë për me bëu edhe video, për me e ke marrë atë guximin, domethënë për më shfaq se dashëm apo s'dashëm, këto media sociale janë me viju veti. Edhe në momentin që ti ke guximin edhe shfaqesh me një kong, me një cover ose me diçka tjetër, e keni audiencë për gjatë gjuhëm, kështu që në momentin që si e mirë, ose në momentin që si e sigurt, nuk është po, jo gjithë kushe po. Po kisha thonë ashta para 2 vjetëve këm fillu me postu videot, që cilat mu më kam pëlqy, edhe normal ku marrë feedback të mirë prej shokve, kanë thonë, është mirë, a kështu me muzikë, motiku. Me postu video në rrjetet sociale para 2 vjetëve. Atash them nuk kemi edhe çfarë shumë informacione për shkollimin në Bujanovc, po a ekziston atje në ndonjë shkollë muzikës ose diçka që ti ke ndjeri? Ka shkollë të muzikës, po jo, unë jam autodidakt. Autodidakt vetë ku mësu. Automatik. Me ditë kuqe.
Po, vete kom mësu me fillim bile kom pas veç një fletë me do akorde. Po vullneti I madh, për çdo punë, jo veç për muzikë, vullneti I madh, me vullnet madh mund me mbrit kudo besoj. Se unë çdo mëngjes u zgjoja me vullnet, me dëshirë, direkt shqyqja te gitarja, e bojsha me qef. Edhe po, kur kërëton diçka. Edhe vullneti është I Bojanosit? Po, ka vullnet atë. Tashi, okej, na të kemi thirrë në studio dhe tash I marrim edhe informacione edhe për Bojanosin pak a shumë. Do të thonë, ka atje aktivitetet që bëhen, qoftë në restoran ose diçka ku ty të bën me performu live. Me performu live ma herët nasha kena ku na kom pak, ç'më thon ma amatera, së që tash jena profesionist apo matri, pra matri, sa ndryshe. Po kohëve të fundit s'është që më ka ra shumë mirë me do programe kështu në shtëpitë kulturës kemi bo do tash për 28 nëntorit një profesor Joni ka bo një dy këngë, ka ftu mua edhe një shokun tem Auronin. Çush e ka emrin profesori? Profesori ka Musa Gjymshitin. Urime për hajrë koftë. Prishëm kësosh. E po, kemi po do këngë për ditën e flamurit, cilat u pëlqyn shumë prej publikut. Prej publikut, po. Marrëm feedback shumë të mirë. Edhe kjo është e mirë atë, faktikisht momentin kur na përtolloi festa se festa e nëntorit është një ndër festat më të mëdha, domethënë që është Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni dhe gjitha visët kultura shqiptare është një prej festave që e dojnë krejt dhe që e kemi një respekt veçantë për ta. Edhe është shumë mirë në momentin kur këto festa, domethënë jeti ai protagonisti qoftë edhe I 7-8 minutave që ti performon para publikut për shkak se jo rastisht tire. Si raste momentin që nuk je I mirë të lojnë të shtëpia, ose të thonë hajde sa bojnë rraf. Kështu që mirë mirë se kjo. Mirë si gjitha. Diagnoza po duhet të lodh shumë me bisedë. Për shkak se punimi e kemi pa edhe në rrjetet sociale, po kemi vrejtë më të që keni repertuar shumë të mirë. Po dojna një herë për me ngu një këngë, ma ndena më këthy më të lodh. Pra, derisa ta bojna një pauzë shkurt. Cila është kënga e parë që kishte bërë me qef sot. Kisha vazhdu me këngën Zare Dilte Dera. Është një super këngë. Versionin e Ilir Shaqirit. Se originalin mos gabofsha për të ke tefta teshko. Ka shans, nuk jam I sigurt se guxoj kur Po me bo versionin e Ilir Shaqirit. Po. Ta shohim ç'po dalë. Ka dalë shumë mirë. Po unë e kam një të mirë, do të thonë momentin që ti flon në dalë atje dhe bëj çfarë. Me shokun tu, kështu që ti që sprish punë ti bëni 3-4, mos u sprish punë kur zgjohesh tu. Ja, po me myta. Po vazhdo. Jo, veç tash. Okej. Mikrofon tak pas me po. Sare moj dilte dera, se
Për që është e bukur zore, këto e dim shumë mirë, e dim krejt. Klakron faleminderit shumë, një super kohë. Një super performancë, pas kemi dëgju moti këtë kohë, kështu që e kemi versionin në akustik. Edhe është shumë e mirë. Është interesant që gjenerata e reja janë ka i këndohen disa këngë që janë bo vite, shumë vite ma herët. Edhe pse shpesh herë thonë që tash si ka rrymat ndryshme muzikore dhe kanë herë thonë që këtu kohë po rrezikohen, megjithatë ju që performojnë shumë prej trive, sidomos prej atyre që themi ashtu kanë shije muzikë, njohin instrumente, kemi vënë që edhe prej akademisë, në momentin kur kemi studenta ose diçka, janë pikërisht këto kohë që zgjedhen, po. Janë këngë që ja vlen mua, është kon tragjedi nëse i kishim hup. Se do të me mbajt gjallë. Shpresoj që një pjesë të vogël me marrë nase ata me kontribus që mos me hup këto. Patjetër është interesant, do të thonë që edhe gjenerata dhe shumë atreja që ndoshta do të thonë që dëgjojnë muzikë. E ka një farë shije interesant, një shije që nështë edhe na si fëmijë ka njerë kemi pas. Duke mos janë ashkaluar dhe rrymat e reja, do të thonë se edhe tash i ka bëndra shumë të mirë, dhe ka shumë punë të mira që bënë po pas kohë, qofshin edhe zhakve moderne, qofshin edhe që arri përpunohen që në kohë. Po kjo është një diçka që për një me është kënaqësi në momentin kur e shohim që gjeneratat e reja ju pëlqejnë këto kohë, është që shme thoni një pasoni që është ljonë prej njerëzve ma herët, kështu që është mirë që këto më përcjellë dhe të kësi gjeneratat dhe reja. Janë do tekstet mira. Shumë. I kanë roma për qartë këtë njëherë, nuk kanë roma qatë direkt si kur tash. Patjetër. Cili është artisti ju ti preferu? Kush t'inspiron? Ose kush u ku naj që ti nështë të ka shtinë këtë belan. Po më nëjmë në muzikë se kjo është. Ta mjetë isha muzikë që kjo ose që më dhjo. Po grupet Shqipe tash të kisha thonë Troja, konte Trojës janë që më kanë edhe i kom dje shumë, po edhe më kanë betë kry edhe kom tentu me imituta ata. Mitut? Me imitu. Okej, me imitu, se Me imitu. E mirë kuptova, më falë. Pastaj grupi Jericho. Okej. Patjetër. Që aty ku i ullun për Petritë, po një ullun që aty bashkë fix që. Që një samtin makni. Jo, ma njës. Po edhe pa, qa, mirë. E përmendë dhe Trojën, do të thonë gjithashtu edhe Petritën që kanë kujdes, e kanë pas një kujdes edhe kanë edhe tash po besojnë fabrikisht tek tekstet. Ku kanë sjellë të një me këngë të mira, melodi shumë të mira, po një kështetim mes teksteve dhe instrumentalit besoj që ata janë. Është interesant momentin kur artistat sjellin këngë dhe dinë se çfarë do të thonë. Se shpesh herë do të thonë ka diçka që të merr ritmi me veti, por nëse analizojnë tekstin e shumë blank, shumë zbraz. Ska ku gjuh. Kështu që këta tamam që janë marrë me seriozisht me muzikë, janë marrë me tema sociale, cilat i kanë prejkë njështë. Në Bujanovë se, më thash, të në marrë informacione për Bujanovë si sot. Po, atë në qikat ma shumë atë djemë. Jo. A më dojnë? Po, atë preferojnë si artist. A më dëgjojnë? Me dala nej. A del koha me furë. Nëse unë ti jemi të vozit kjene në autostradë, Hyseni është për më nashit prej rrugës. Kështu që gjithë kohë se kemi shqipë. Po, kështë ta që s'komë. Dush më sot të të. Ajo s'prova. Ajo s'prova që s'largohet kërë. Qa deshta me thonë se më qitë edhe mutash. Tash, prit edhe kujto. Për Mitrovicën. Po, gjusë të dashur, ju qeni me kjere parkoni, prit nëse o të kujtu për parimi që do me thonë. Jo, deshta me thonë për Bujanovë. Ju qeni me transport, ajo bëj. Po benda atje ose ka njerës që mirë me muzikë. Njerës që mirë me muzikë kështu individual, po menoj që bën muzikën e kam një shok që bën muzikësione rafërsisht. Po të na ma shumë janë shpërndan këto bendet e muzikës popullore. Si këshirin me monetizu që ata, me marrë pare për saj, se tje që... Ashtë e omëll valla parja. Ashtë e omëll. Ma e omëll se mjallë. Edhe muzika që e bojnë ana, është ma vështirë me monetizu. Po, në. Se në ditë sotit krejt... Kjo nuk është vështirë veç në Bujanovë, se është faktikisht edhe në këtë pjesën tjetër. Po ndohë që diçka ka fillu me ndryshu. Edhe në Kosovë, peshët që një farë fryme që për ndëgjojnë muzikë mirë. Edhe këngëtarë peshët që kanë fillu jo në për diskotekë ose klaba me po bojnë
Që me thonë koncertis që shboni tash Alban Skendera ose Yll Limani që shboni. Tash kjo është ky trendi që është shumë i mirë, ka filluar dhe e buni edhe Armere Xhapagishi. Tash te ka edhe Dafina në stadionin e Vjetorit, do të thonë që është shumë e mirë. Dhe po shihet që ka publik, edhe po mbledhin publik të vetë ose edhe. Është ftoft me bota shumë. Nuk është ftoft, ka moj është muzika. Amran është. Është këtë okej. Kemë lundë herë për me ndru zhondër, me monetizu edhe ti ose jo? Po unë rockun e du. Po. Kjo është. Okay. Po edhe muzikën popullore e du shumë. Po tjetër, ka këngë shumë të mira. Tash jo, i shkon shumë mirë me monetizu me bo, po unë tash po tentoj me punu një herë, me bo një farë repertuari, me bo një farë baze, që kur dalë në publik, kur dalë mos me dalë me metë aty. Po me më konë i gatshëm. Po ti dush më konë aty, s'ki nevoj me lëviz, veçërin me një vend, bjen gitarës edhe këngë. Vokalisht edhe. Okej, më falë, se e mirë kuptova. Faktikisht do të thonë me kalimin e kohës nuk do të thonë që kjo pjesë edhe nuk kalon në zhanë të tjera, që është ketë normale, do të thonë momentin kur një artist të zgjedh me jetu prej artë. Shpeshere kemi përmend në emision dhe me artist tjerë, jo që kemi thonë në seri se si në vëdi si shka, po në atë këtë kemi për me bo muzikë të mirë, dush me pas edhe ose një pun tjetër të mirë, ose një shka tjetër, nëse ti donë për me bo një përzgjedhje. Ose dush një farforme për me gjetë mënyrën, për me përpërtu dhe për me jetu prej sona, që është ketë normale, po. Ke provu për me bo një shka tonën, e kohë tonën ose një shka? Me të regu drejt, po menon Naj regjistrim ose e videoklip në Dubai, naj kështu. Ta shkejt me AI për bojnë kështë që mund më konë prej shpijes doke si në Dubai. Po me të regu drejt është një plan për të ardhmen, me pas një repertuar. Kemi po që thash qatë një dy kongë me profesorin që folja pak ma herët. Po diçka konkreti nuk ka. Nuk ka, momentalisht po është një plan që në të ardhmen. Ke provu në herë me shkru në tekst, me bu në një melodike ose një shka në gjashme? Vija melodike me gitare, po. Tekste besoj që kisha mujt, po kisha rajt nëse kisha thonë që e ku provu jo. Po besoj që i shkap. Po, tekst. Nëse ndje, nëse... Se kjo është të qudeshme, shpesh herë faktikisht jo të ti se je shumë i ri, po ka njerë do të thonë një artist që ka një karierë për gjatë madhe, po ndoshta për shkak se dojnë me bo shumë covera ose për shkak se dojnë me performuna për mramje edhe nuk ju del kohë shumë me menu për vetje. Po në gjithë këngë të tjera. Një prej tyne është shumë e qaj që atjetë, qaj ju sejnë që po mu isha vëndë me bo kohë, që është një super, e ka një teknikë shumë të mirë, e ka një repertuar shumë të mirë. Qashtu thojnë? Qashtu thojnë? Okej, mos të lodhem shumë, na po shkojnë një kongën e dytë dhe mandena për e bojmë një pauzë shkurt, shkojmë me marketing. Cila është konga që e kështu me shef shtash? Qajo? Hajde të zgjadhe një për shok, që ju përqan shokë. Me shokt? Okej. Këta dojnë lullkuqën e Gjakovës, po s'me di sa shkon tasht. Ja, s'besa, që më thu, Në është ta najtjet. Okej. A be bojna... Së në ndoni? Be bojna fustanit që ta sola mbra. A bojna që? Cila juve që, a ju përqan lullkuqa? Pa i do të mindonë, 3. Shkoni paguni të jëseni 5 euro, keni, për kungë. Okej, cilën dush, ma të i po e bojmë një pauzë shkurtë dhe rikëthemi pak. Në edicionën ma të rritë emisionin të akustik naj, mos harrojnë të përmendim në një fiksin dhe peperifiku. Mos e unë kjo mo. Që në mbështesin në realizimin e këtyre edicioneve, bashku me Hysen Kafizju. Shmoj për hatrin ti, se jam rritur jeti, haman se jeti mo jam rritur
Ase vesh moj për hatrin ti Aman ase vesh moj për hatrin ti Se jam rritur dhe jeti Aman se jeti moj jam rritur Me kullaq moj të sigur Rikthehemi në pjesën e dytë të edicionit sot të emisionit të Acoustic Night. Kemi DJ sot edhe Jusenin, një lëshon remixë. Po ti. Prej akustikut, do të thash, prej autostradës. Shumë kom qef mja huqën. Rrugë rurale këtu. Shumë kom qef mja huqën. Vogël e ka prej, një Vogël e ka prej. Po s'kom faj edhe unë i shkrete. E përshëndesim redaktorin e muzikës. Po, Ilberin patjetër. Që është të na dhuru shumë, faleminderit shumë Ilber. Ej, është shumë knasi. Seriozisht është shumë knasi në momentin kur po ju kemi këto në studio, juve shtyp ose cilën që kemi pas, kemi do përvoja të ndryshme, kemi marrë histori interesante, edhe prej atyre që kanë pas një përvojë gjatë në këtë fushë, po edhe prej juve të rive, që është prej se cilin mësojnë diçka, edhe është e mirë kjo, dhe më thonë se cili e ka një histori të vetëm, pa marrë parasysh se sa vjetër s'ken ose diçka, prapë ka që me folë dhe ka... Këti ka një udhëtim Po, personal. e kanë një udhëtim personal edhe është interesant. Ke marrë pjesë përveç Bujanovcit në ndonjë event tjetër që është organizuar domethënë qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri ose në çdo një. Bujanoc atje në Lugin ka qenë një lloj festivali talenti Luginës, Okej. ku kena bashkë me atë shokun që për me na uronin, e pa të invitu venin e tretë, Sa mirë. Që shi pa të emrin Auronin? Auron, Okej. Auron i mirë. Okej. E bashkë me ta kena pa të performu në të kongë që të akustike, ose me ty njerë me të regu drejt me karaoke kena më Po, shumë. Sa mungon karaoke. E kem su basin të tash, Po, dhe karaoke është e mirë. Ketë gatshme. këtë gaqë. përpara ka pas edhe kafeteri, ku faktikisht është fal shumë karaoke. Po, karaoke në Ka njerë është shumë e lezetshme ajo pjesa ku njerëzit nuk din lirë me këtu, por në momentin kur provojnë është Bash. shumë Në atmosfera qoftë po atë po, mirë. dhe- Open mic kur ose. Interesante është në atë kohë, por siç në DVD-at prej Gjermanisë vishin me 8 kong, edhe kur e lëshojshin veç njënën e dishin pjatin. Po, s'ka. Pa në të pritje. Okej. Ramsajnit ka ardhur atë. Do të thonë në atë festivale keni marrë vendin e tretë. Venin e tretë e pa të marrë. Ka qenë kong origjinale e juve apo? Jo, kemi marrë kongë të tjerëve që me karaoke i kena bo, se akustik, po mos gabofsha me karaoke. Po. Në festivale tjera nuk ka diçka që kemi. Ke provu tentu ndonjë se atë me është- marrë pjesë me ndoj për shembull ndoj voice që është po, organizuar më po, herët ose diçka ngjashme. Po dëshirë shumë e madhe. Po. Dhe ku përcjell shumë voicing të nerbile, do këngëtar Florenta Brashi në Limanin. Këtë këta i kom pa aty, i kom kalu. Kom pas shumë dëshirë, po tash ti s'kem nashta veni që jemi kona atje pak s'kemi pas lidhje, nuk e kena di qysh kanë qysh mund me apliku. Okej. Edhe kemi mbet pa shku me testu vetë. Patjetër, unë po besoj domethënë që sidomos në Kosovë, për shkak se është një rrugë e shkurtë, po them aty. Jeni afër kufinit. Po besoj që Kosova domethënë jep hapësirë, sidomos për talentat e ri dhe gjithmonë e kam parasysh edhe me mediumet edhe këto që me si ose më shumë talente, qoftë prej Bujanovcit, qoftë prej Trashevës ose Maqedonisë. Nuk themi që dhe ju si keni aktivitet dhe juve, megjithatë do të thonë edhe kjo pjesa tjetër ka nevojë edhe për juve dhe
ka qenë një periudhë kohore ku vetë këngëtarët e Shqipërisë këngëtarët e Kosovës e kanë pas një dritare tek Shqipëria, për shkak se edhe ne kemi qenë ato masa që nuk janë punë të përshtatshme, as kemi mujtë për me po aktivitetet tona. Kështu që unë po besoj që tashti është pak më ndryshe dhe situata qoftë edhe pse jeni atje, do të thonë që rrugët janë pak më të hapuna dhe mundësitë janë më të mëdha se sa më herët. Ky përmendje edhe DVD-a, përmendje edhe CD-a, sa e ndashme prit postën ose me upload dikosh. Këtë trumullak janë konë. Gjithashtu edhe studiot janë konë shumë numër, Ma të kufizuar, ndërkohë mos flasim për atë periudhën ku kanë mujtë me regjistru vetëm në Radio Prishtinë. Ku Radio Una ose Radio Gjilani që ka pas një pjesë të vogël, mandej Radio Shkupi, po nuk ka pas edhe shumë studio. Mandej janë hapur studiot private, po dhe ato kanë qenë kufizuar, tash pothuajse se cila po ka një studio. Po më unë kam shpirë. Le ti për çdo rast. Po ja rrin çati për çdo rast na vjen herë. Nuk më udhësh. Po, producenta ka tash shumë. Edhe si pasoj se rezultatet dhe studio ka me pas për tjetër. Jo, unë e vrejta të më thonë që ti kini një sukses në rrjetet sociale, edhe që nuk është një sukses për mu neglizhu, për shkak se kemi ftu edhe shumë artistë tjerë, do të thonë që kanë fillu me rrjetet sociale, kanë bërë një emër aty, do të thonë, kanë bërë performanca shumë të mira dhe kanë gjetë një derë ose një dritare për me bërë edhe këngë të veta dhe qoftë edhe me nëj producent e kontaktues në shka tjetër, kështu që asnjëherë nuk duhesh me thonë është asaj jo. Patjetër se rrjetet sociale po të ekspozojnë të njerëz më shumë. Po janë si një lloj ure lidhse me tjerë, me njerëz tjerë cilëve si rastin e Juve që ju kumra Juve në sy. Po. Tash ndoshta kjo është një e bi tash ndoshta dikuj tjetër në sy, kështu që është sikur si hallk që lidhen. Dhe lidhen. Unë po shpresojmë që deri në vitin tjetër kemi me pa teatronin me ndonjë festival, qoftë Shqipëri, qoftë Po s'ka çare pa dalë se çasaj rrugë është. Kështu që definitivisht unë po mendoj që duhet të shfrytëzoj moshën, duhet të shfrytëzoj talentin edhe mos me shit bariera vetës, po thjesht është për fat mirë edhe Kosova është ka e organizon festivalin e këngës, gjithashtu është në Shqipëri, ka edhe festivale tjera atje ku thjesht është mirë më paraqitur dhe një njoft njerëzit. Është një mundësi shumë e mirë. Po. Besoj të ardhmen. Pse jo? Tjetër, edhe më shpash ma shumë, për shkak se ka edhe në Prishtinë, edhe në Frizaj, edhe në Gjilan, edhe gjithmonë do të thonë bëhen mbrëmje të ndryshme, ku në momentin ku ju mundi me performu live, edhe unë e pash që keni një repertuar gjorë, kështu që edhe publiku njihet ju ka ma afër dhe kështu që shtona është ajnë ato hapat ku ju mundin edhe paka shumë me materializuar punë që e bëni se thjesht nuk është nështë ta interesit e shteparët, po në momentin kur ti e bëni punë dhe e bën me zamër, atëherë edhe ku të paguhet është po, ti e vullnet pak ma shumë edhe ki motiv ma shumë. Bujna një këngë tjetër. Po e mytet djalin orë. Me shumë presione ma mirë. Po menoj po nina ma shlirë kur po kënoj se sa kur po foli. Ky po fol shkurt. Po, unë po lodh në atë fol. Ky po fol shkurt, po 9 vjetor jemi, apo kupton? Se lidhe këtë punë. Tash edhe këto është me knu gat. Të dashur nuk është ndru muji, nuk është ndru ora. E bojmë një farë balancë. Po. Atë mundojmë ajo fshakron. Boll valloj. Boll valloj. Po ne për kiamet pak edhe te shkruaj për njëri kokë interesant. Cila është konga që tash do të me. Çajo. Me ku. Tash kisha vazhdu me një kongë që besoj njohin njerëz. Okej, cila? Ta Adelina Ismailit kongën Shko. Jo, po rrimë edhe pak. Edhe Adelina ka pas një koncert. Po. Jo rrini se ky veç por kënon Shko. Okej. Tjerët leti fshin, shku dhe copa mu si krejt shok të tu. Rrugve Gjermanis, mos tuj se këtu s'ka jet, këtu i
fort i mbet. Ty s'tëjen keq për mua, do t'je veç një më shumë që në net pa gjumë. Lusin t'ktheheni. Shko, vetëm shko, mos më kujto me lot në sy. Kur mos e harro, të kam dasht vetëm ty. Shko, vetëm shko, për mua vinet pa gjumë. Kur mos e harro, se një djallë të deshti shumë. Shko, jeto pa dashuri, lotët e vajzëris. Tjerët leti fshin, shko do të pa mu, si krejt shokti tu. Rrugve Gjermanis, mos tuj se këtu s'ka jet, këtu i fort i mbet. Ty së vjen keq për mua, do t'jem veç një më shumë që në net pa gjumë. Lusin t'ktheheni. Shko, vetëm shko, mos më kujto me lot në sy. Kur mos e harro, të kam dasht vetëm ty. Shko, vetëm shko, për mua vinet pa gjumë. Kur mos e harro, se një djallë të deshti shumë. Kur mos e harro, se një djallë të deshti shumë. Ju publiku i dashur që keni ardhur, a ka mos një dorë trokitje shumë. Ajo ku më thonë se kanë ardhur me kamion, janë shumë kallabllak i madh. Më falni që bërtita pak, po që ashtu ke tripi. Ja, po më duket që ka nisë me ka pak dallaver, se ko nga shkuda, Po, normal, po. Asu bosol, Jo dallaver i shkretit s'po bën, po s'ka solo, s'ka bas gitar, s'ka bateri, s'ka synth, s'ka fyll, s'ka violin, s'ka Hysen Nalo bre. Nalu. Flakron, faleminderit shumë. Për një e kënaqësi që të kemi sot në studio dhe do kohë që ka kohë që se kemi dëgjuar, kështu që shumë interesant është. Ka njerë kur një dëgjojnë versione akustike, ndodh na herë na i këngë që edhe na ka ik fort ose se kemi dëgjuar shumë. Kur vin versione akustike është interesant që të rikthejnë edhe një në kohë dhe bëhen aktuale. Ose shpesh ka ndodhur që ndoshta ato këngë të ka pas edhe këngë që kanë dhezë që shtojnë masi dikush e ka bu një cover tjetër. Patjetër që rasti i fundit po besoj që është me këngën Po të pres të Shadërvani, cilën e boni Limani. Po këngë që ish po prej Nejmedin, Ganimetës, ka qenë jetë shumë i madh dhe asaj kohë ka qenë dhe fitues në festivalit Zambaku i Prizrenit. Megjithatë gjeneratat e vjetra e ka njoft, po këtë përvojë kemi pasur me disa kolegë nga tri këtu në radio, kur ka thonë ju se kam dëgjuar më herët, që është shumë interesant për momentin kur një artist i ri që ka influencë dhe sjell prap. Po i prek masat, po i prek masat, i ka prek edhe gjeneratat e reja, që është një meritë e jashtëzakonshme edhe yli për trashëgimit. Ka po performancë fantastike. Patjetër. Ose ka pas shumë këngë arbreshe që ndoshta janë performuar këtu në studio të na dhe na kanë rikthyer edhe një herë në kohë, po ka pas edhe këngë që ndoshta si kishin dëgjuar asnjëherë. Po këngë shumë të mira edhe për atë thënë që kemi një merit veçantë në momentin kur i sjellni këtu dhe i sjellni tek gjeneratat e reja. Zakonisht kur platesh mandena stungojnë fort. Po, a ke provu në herë me këndu playback? Playback, jo. Pse? Nuk nina rahat, nuk nina me vetën së mirë. Ta them. Apo? Qa është kjo puna e të knumit playback? Po du të me dit... Jo, mund është, veç du me dit me emitu vetë vetën, apo kuptan? Po, është po të vishysh kënim, s'me mi thush. Ku sa e fështirë është flakron, s'ta me menja. S'm ka ras, moj me dit i shala s'm bjen.
Inshallah s'u bën. Po shpresojmë që të bjen, të lutemi. Vetë se di se si shanira atë me vetëm. Patjetër, po në momentin që realizon ai këngë ose diçka dhe e regjistron klipin edhe ai bjen pro playback. Kush më po kështu. Ato jo problemi më i madh. Po ndoshta ajo, po ajo është një farë Është më ndryshe, edhe sekuenca, kështu. Po merr parë be më shumë kur të thirrë dikush festivalin. Çto jo thirrë bendën, jo paguaj ato, paguaj këto. Është një kompromis më i vogël, ai në krahasim me tjerë. Është interesant që u koni teatron ku kemi menduar që kemi shumë pak njerëz që performojnë live. Përveç nëse kanë qenë emra disa që kanë kënuar për evente familjare ose diçka të gjashme, po thjesht ka qenë i bindje se jemi mësuar ato kasetat me një fri, jemi mësuar ato vlas për një periudhë pak më herët, ku në momentin kur ka nis njerëzit me performu live, kemi thonë edhe këtu paska, po tash jo që u tepru, po e kemi po që ka super talenta dhe ka shumë njerëz. Ma herët e bisedu me Hysenin, ka gjako që vojmë emisionin Acoustic Night edhe thjesht do të thonë çdo javë kemi pas një artist tjetër edhe secili ka performuar shumë mirë dhe ka pas një repertuar shumë të mirë. Kështu që është interesant kjo pjesë. Është për lëvdata. Është patjetër. Ky vend do të thonë kish pasur sportista të mirë, artista kish pas shumë, po abshe ka një herë do të thonë kur stojnë për mi çfarë do mure, është problem për me tregu. Me të përtu po tash që çështja folëm më herët, rrjetet sociale po janë një mundësi shumë e mirë me të pa njerëz. Po. Edhe aty nuk mund edhe atje mund me ble klikime e sene, po të vërtetit janë Patjetër. më problem. Edhe është interesant, është mirë kur i shfrytëzoni këto rrjete sociale për të mirë. Kur dikush e shfrytëzon për me bëu art ose për me dhënë mesazh të mirë. Se nga njerë edhe në aty, edhe tjetër do të thonë që nuk ka dhënë hapësirë dhe buton arkivet. Do të thonë nga njerë ashtu që. Bash. Kisha dashur më kthy edhe një herë në fillim të emisionit. Mirë se ke ardha një herë. Ai mirë. Atë kujtohet ose kush është ai person që e ka zbulu talentin tënd, edhe prej çati momenti që filluam me këndu. Familja, shoqënia apo vetë ju? Po kur kom fillu me kënu, si fëmijë që thash, kena kënaqshëm këtë herë në ort muzikës fillore. Po, dhe shoqënia, çfarë shoqënia kisha thonë, ndërkohë tani ka qenë një profesor gitarist, cili tash gjendet në Prishtinë. Okej, emri që shko? Valon Dalipi. Urime për Harry Poft. E përshëndesim. Patjetër. I cili na pat ndëgju të kënu do kong, na pat ndëgju në për do neja, edhe pat marrë një iniciativë me po një loj bendi. Edhe ai ka qenë një qa me thoni iniciator, shtyt. Një shtyt që na me fillu. Edhe bile jo vetëm muzikën, po edhe gitarën. Gitarën për tina sefte e ku mësu, tani pa ta blej një akustike, që qatë herë besoj, qatë herë. Kjo është shumë e rëndësishme, pakisht momentin kur kini njerëz që shtyjnë përpara, njerëz që tek motiv, ka pasur shumë talenta që kemi të zhurë, dhe thonë që ka thonë jo ti si e për këtë punë, po ndërkohë që ka dalë dikush tjetër e ka shtyre dhe është bërë super rënd. Ka pa diçka ta. Kështu që në momentin që ti ke qëllu në durë të mira, është perfekt më ndaj se ta je pat vetbesimin dhe kështu që... Po edhe normale, jo, po unë i vlerësoj shumë edhe kritikat konstruktive, jo sharjet, absolutisht. Po kritikat konstruktive pozitive, po. Do thonë, mos e bëj çto, nuk po të përshtatet që kjo këngë ose diçka se patjetër që kush është ai person që të rrin gati me kritika pozitive? Që ta don të mirën, e starë shpinën. S'po di. Ki ndaj person që konsultohesh me to në momentin kur ti po diçka çon shoqni, çon familje ose çka. Po nëse është emri çikës përmend, s'ka problem. Ose tani thonë. Okej. S'po përmend një. Bëj gone. Jo, kam shok që dëgjojnë muzikë rock të tash. Bojna performojnë shpesh, mbledh me bojnë jamming e din. Kjo është super. Jam session për qenë, shumë e mirë. Shojna. Edhe shojmë që kjo këngë s'po bën, që kjo s'po të përshtatet, s'po... Edhe tentojmë me ndërtu diçka të mirë. Po, a i thunë herë, po, le mos më mbledh se që kemë pëlqen mu, s'ka lidha më përshtatet. A i kundërshton? Jo, përbes jo. Po thami vlerësoj kritikat ose këshillat
pse do të mos me vlerësu. Po. Nëse s'u përshatet, jo, ka këngë që s'u përshatet për zonën time dhe shumë e thjesht nuk e bëj. Ki në listë sa këngë mund është mi performu me një mbrojnë live ose shka tjela? Kam disa lista, do listë në telefon. Deri sa këngë për afërsisht mund është më shumë? 30. Për afërsisht? 30. Ai njëri, ai. 30 për fillim. Po, veç për mundze. Po ka shumë këngë cilat ndoshta nuk I kam listë, po nëse I performon dikush tjetër, pak në fillim kur ti ndëgjojmë kujtohet këtë këngë, thon pse se pas tash si po. Aty në listë ai kish shkruar me titull, ai kish shkruar me fillimin e strofës parë. Me titull edhe në klapa e shtia që fillon Strofën e parë. Për shembull 200 ditë ishte verë. Po. A ka ndodhur me Harun? Po, ka ndodhur shumë. Me fillu me kënu? Tash isha me një emision. Hajt tash se po kam qef me lujt hajgare me ty. Klan Kosova emisionin e mëngjesit. Ora 7 atë isha. Shki pritu mu quas. S'ko fjet heq. Performova këngën, një këngë të Lisha Qirit, Tahir Nasufe Tahir Gashani. Po. Këngë e cila ka dhez, me thonë TikTok u pëlqy prej njerëzve. Edhe është përshtat për festat e nëntonë. Edhe tentova pak me lidh me. Po strofa e dytë s'më kujtoj kjo këngë. Po, zakonisht e para s'kujtohet, rresht I parë, për çfarë ka ky njeri kështu. Strofën e parë, strofa e dytë s'më kujtu. E zgjata pak e majta se të një fest mall edhe. Po, bën mirë. Kam shapo. S'mujta. S'besoj që ka vrej dikush, po ndodhen sa. Po është lezet mos me ditë mi anis para me. Me ke problem për me majt, zakonisht nuk vendos partitura përpara ose diçka, apo thjesht janë që I din tekste përmesh. Se pi bjem u livdu tani. Jo, kena shef me. Jo, me të vërtet këngët kur I mësoj ja di çfarë shkallë, çfarë tranzicioni notave, se ndoshta me praktik shumt e din automatikisht cila notë ka me ardhë mas një notë të caktuar. Besoj e dini edhe jo. Po. Këta që mirë dhe I dikoni jo. Tekstet nuk menoj që nuk e kam problem për tekstin, mbaj relativisht mirë me në tekste. Po si rasti konkrete ku më harru, po që me ndodhë ajo, që me bo? To e ndodhë, nuk e kom pashë shumë edhe përdorin edhe partitura që nuk është përgjuhë dhe thonë gati. Po është kultur me majtë partitura. Në momentin ku ti performon. Okej, cila është kohë nga cili tekst për bjen në shtash ty? Bet kongë për Kërë njëri ka thonë vi me 3 kongë, po kuj 30 pa janë zërë. Sa tani të nata. Sa kongë? A sa I kemi bo dhe shtash? 4? 3. 3 bana. 3. Hysen e matematicien të sa mirë di me numëru azë. Pak ma rock, pak ma asish në. Pak ma kështu, pak ma eshtu. Po, për zemër. Okej. Një kongë Trojes. Trojes, I'm on man. Nëse se kanë harru njerës. Jo se kanë harru se është një super kongë dhe besoj që është një kongë që kam jetu dhe shumë që. Shpesoj t'ju pëlqej.
Rikthehemi në pjesën e tretë të fundit për edicionin e sotëm të emisionit Akustik Night, ku jeni së bashku me Flakron Mehmetin prej Bujanovci, gjithashtu me Hysén Kafexhiun, me Peperifikun edhe me Priksin. Mos e unë t'jam unë. Që na përshëndesin çdo javë për realizimin e këtyre emisioneve. Shumë faleminderit. Herët nuk bëna pas me Hysén, nuk kesh të bëu pas për merrën sekonda. Thash se mundet dy shok tu të mbrana në studio. Dhe Hyséni sot e ka pafën pa parë. Hajde Hysén, kalzoj vetën. Kalzoj vetë Hysko. Për çka ke fjalën fal? Nëse mund është dy shok të këtina, Po. që jenë pra pasken, Po. dhe tu shtu në studio, mrana, e ki kafën prej me. Do më thonë ti qaros unë e paguj. Okej. Kjo aty nuk është zor, nuk është fillum djerës, apo del një djem qa nejse fal. Për një espresso. Apo del një qa djem u ullë se po kam qef. Edhe ti me duks, edhe ti me majic, edhe ju të dytë me flok. Nëse të shtoni, Hyska ka me pagu sot. Pa i punë e madhe. Na folin për fitness se janë... Apo, ma mujna me folë për fitness? Jo. Jo, okej, definitivisht që përshëndesim. Faleminderit shumë për inë që keni gjetë kohë dhe jeni pjesë edhe pse jeni pra basket. Për një është ndërë që e këni përcijat Flakronit dhe i këto dhe jam shumë të mirë. Sholla e këtë koni vëzit mirë, mos me trullam njëre. Kemi bos, po dojnë ami u kushtu, veç momentit që doni, do të thonë një klirë për marë. Po, ami u zgjanu po. Për fitness, shoh për Flakronin, shoh për muzikën, shoh për Bujanovcin. Është interesant ku marrëm për loja prej njerëzve. Bash valla. Flakron rikthehemi prap me ty, me muzikën që ti e bën. E bën edhe një gongë shumë të mirë. Edhe sa këngë i puni dhe ishtë është Flakron? 2. Jam. Ka të për qysa i kom bo. 2, do me thonë ky ka thonë 3. Po, unë e hoqa një, që bojnë 2 minus 4 minus 6 Flakron e kemi kohë që zakonisht do të thonë ti performon muzikë këngë gjuhë shqipe. Ke provu në herë për me këngë dhe në gjuhë? Anglisht. Po, Anglisht, po. Yes, sure, yeah. You know what you mean. Po. Of course. Prej bendeve të huja, të cilët janë ata që kanë thjesht kanë pas ndikim të hujas. Pa tjetër Metallica. Faleminderit. Metallica. Guns N' Roses. Kam pas ndikim shumë për Slash u koni ndër inspirus ma të naj. Po, me dalu një spedia njohin njëzia ose masa. Po, unë e njoh, po. Më pëlqen John Mayer. John Mayer. Është fantastik. Djali mi gjës Britney Spearsit. Qaj. Okej. Me ato flokshë. John Mayer, mënyra që shkënon tekstet, aftësim gitare, Po. më pëlqen shumë taj. Këto tri faktikisht. Themi është Ed Sheeran ose Tri po. Dion. Po, Harry Styles është shumë i mirë, Ed Sheeran pa tjetër. Vesh flaks mi manë mirë bëraj, se qysh të lavita. Ed Sheeran, apo? Po, s'ka krahën me bleja, s'di shka puna Përveç ti. roku, dëgjon edhe këngë tjera do pak ma herët gjatë provave, unë jam i kesh në të kallëzaj për ne. Po, rruju. Po ashtë faktikisht përfumove edhe diçka të MC Kreshës. Po. Interesant. Është të MC Kreshës se kom e bëj kongën që ka i erën, kongë e gjunve, po masa e një më asha ma shumë se MC Kreshë. E pak me tërheq vëmeni këti këtyve shokve. Jo të këshyrë, mos tani. Tentova me kënu pjesën e Kreshës, po Kresha kënosh në qaty e kënosh shumë low, shumë bas kënon. Që që unë momentalisht s'kisha mujt me kënu. Po dhe repi më dëgjoj rap. Më herët ma shumë, po... A dhe vë bojna veç pjesën e Kreshës, unë s'po dalë për i studios, do me thë veç atë pjesë për bojna pa shkor. Për bojna? Po, live. Veç pak. Live, hajde. Okej? Sholla se arroj tekstin. Po me guzu. Diçka që thëjet edhe prap këm qitë të fejet thonë vera fletë vërtetë njëzë i shprejnë zakon një shkutehen Nes nësi të qili deren ke problemet këthehen E ti po hikë si andër Unë po t'njiku me ere Me shpresëm mos po t'preku po përpjekëm her mas here Po këtë edhe kësaj here Kur së thot një fjallë për neve
Sa e shumë të të bashkë kur së nalë ke goja tjere E tarë si lëmi të unë përgjoja se s'kishte fatlere Asa më ka marrë malin, po të më ta pusu i balin T'luta me ty të më konë me ty prej dyti dhe me të barin Haro arit një të rojali, tripa t'jullë Cezarit Ato ju në surreale, si ty moj sone mali Ska kërkim fami, ustaris filot të thahën Kjo vendimare, po mi e fors me pranë më fajin Po du me posh bara se ma ka pi krahin Syt ma nish mu vokalin, unë e ti kem janë i zvaje Busqeshe të dhe zarin të Mua mi s'jelera Shikimin të buzët e tua Mi shëndrit pranvera Më vec nga dale në përqel Sigur t'ishe zona Emrin tënd e të gjojne Më duke të shoti Kush tha që s'muna, çfarë tha diçka çaniva pak më Po herët. i kemi një do muhabete, jo s'moj Jo pasulit si qitet shumë kryp Jo biberi kuq jo. Aj me det Është interesant dhe muzika rem kur buhet në versionin akustik. Kam pas rast me dëgjuar edhe më herët që është shumë interesant. Po patjetër edhe është një qa mi thonë, këngëtarët e reperat ose po marrin samples pi këngëve të vjetra e pi kthejnë. Bravo. Ndoshta po është një mënyrë që me ekspozu njerëz ndaj këngëve më të vjetra. Madje patjetër. Shpesh ndodh që mirën vesh refrenat ose diçka tjetër, ndërkohë që kjo kënga që e përformon më herët është u bë nga MC Greshës. MC Gresha është një artist mos në skenë, dhe është një artist super artist, një artist shumë kështu që një këngë që ka pas shumë sukses. Një këngë që është transmetuar shumë gjatë, transmetohet edhe tash në media. Po shumë ftoft kur ka gjiru klip, bre, mu ka dhim që Mikrën e ka posë Shumë, bre, ftoft, në atë kohë të zotit Okej, ne përshëndesim MC Greshën, kështu që përderisa nuk është djali këtu, ju s'keni drejtë me folë për gjë për to. Veç mundi me largu edhe po. Veç mundi me thonë dhe thonë që konga u kohë super e mirë që ka që. fantastik. A i s'na i dhënohet, është njeri mirë O stashur e po, me anë i stashti me majë ligjerata, i s'ko, si avdera. Okej, përshëndesim edhe jarë Peperifikun edhe Friksin. Ndërkohë që jemi këtu me Flakron me Metin në njerë po e ceki për gjithë ju që jeni kyç pak ma vonë. Flakronin e kemi prej Bujanovësit sot dhe është një eksperiencë e re po besoj për Flakronin po edhe për neve. Për shkak se nuk kemi njohur më herët edhe thjesht po dojmë mu njoftë pak a shumë më mirë me personazhin e tij. Kemi njohur vetëm përmes rrjeteve sociale, kështu që po shpresoj që tash të jetë jetë më shumë prej medjave, të jepet hapësirë nëpër mediat, qoftë në Kosovë, qoftë Shqipëri ose diku tjetër për Flakronin, për shkak se ne po besojmë edhe prej asaj që kemi dëgjuar sot që meriton, thonë meriton për më afër neve dhe më afër publikut, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë ose të Maqedonisë. A ka tash po të bëjmë pyetje. Ja nisi me fillim. Jo, thjesht deshta me pyetje, a ka media në gjuhën shqipe në Bujanovë ku i jepet hapësirë për ju ose çka tjetër? Është një televizioni Spektri, ku është një pronar shqiptar. Aty ata kanë si një lloj podcasti. Me thonë, sefte me një emision kom shku atje. Këna fol pak për fillimet, po. Shumë mirë. Po kom pas emocione shumë në fillim aty. Po sikur këtu, prap edhe atje u pata shliru shumë mirë dhe ajo u konë ndoshta ajo për me thuj akullin. Atje për me thuj akullin. Për herë të parë Bujanat televizioni Spektri. Era e parë është e vështirë se modele 2-3 analizë buhet. Po shpresojmë që ka hi me kom djatha. Po. Po prap emocione po kanë gjithmonë kur po kam e performu. Para se më anisë kur po filloj tani po nina mi, po çlirona. Qysh ndihesh para se më fillu muzika? Po çfarë emocione janë ato? Para se më fillu
Tezë, Di që e bëj një këngë, Okej. kur e praktikoj mjaftueshëm edhe nuk frigona kur filloj me këndu ose diçka kur performoj, nuk kam emocione. Po para se me filluj kam ato emocionet. Qartë, Trazohet barke, këta këto. Oh, Po, po. Po shumë mirë ku njeri ka pak rezerva, dhe qoftë se cilin profesion. Se në momentin kur ka njerë duket vetja që je 100% në atë elementin ku ti mund është me kuna dhe ajo siguria e madhe ka njerë mund më të ty bumerang për të keq. Po në momentin kur ti e ki një rezervë, atëherë po besoj që ajo të një edhe shfrytëzon për të mira pjesë. mu interesant kur du me ja fillu muzikën, para se me fillu muzikën mu merë gjumin, mytë gjumin. Shpeshari ja Adhe pa në fort merë shkullani gjumi se para flek, muzikës. Interesant. Qashtu jam. ama kur qohet flakron. Vaq ku t'ja nisi kongën e para. Aj me det haj që pa. S'ka që se në gjumën ne. Bukur shumë. Cila është konga më e çuditshme që ke provu me performu me herë? Atë ka ndodhur. Na një që ke thonë, pa që Anisa që Një këngë nuk është e çuditshme, është këngë fantastike. Okej. Po që e kom provu shumë me kënu, nuk e di pse nuk më isha me kap mirë. Kënga e gjunëve një grësh qërshi. Okej, është super okej. cool. Këngë shumë e mirë, po nuk e di pse nuk më përshat kështu që. Okej. Po e tentoj prapë, shpesh e bëj, po nuk e di pse ose ndoshta njerëzve tjerë mund mi t'inglu mirë, po unë nuk jam i kënaqur me veten kur e performoj çat këngë. So është këngë fantastike, po nuk e di pse, nuk e di pse. Mos ja ke nis për fundit, Jo, e prej pas çështot. për fillimit. Pra po du me shfrytëzua situatën kur faktikisht nuk jemi kënë drejt për drejt. Po në momentin që kë ka bosën qek. Ku me di çka del tash. Jo. Unë rastisht e dëgjova flakronin duke performu një kungë edhe që mu s'mu kujtoj ke edhe unë tregoj që është një bashkëpunim mes Ronelis apo Është mes kushtrim hoqës dhe Hana Cakurit. Okej. Kopshte. Po, është këngë kështu që fantastike. nëse nuk të kam lodhë shumë kisha dash për me dëgjova. Që ja nisi atë. Shumë knaci. Me shumë qef. O si Janis, E apo myti, unë jam ka fundis të është. E myti. Ja pas kam ignuar dhe u A din, kryma. janë qëto 10 minutat e fundit që ky po lyp me shfrytzu, një bo një orë. Jo, po përderisa e kemi një djarë këtu edhe është ka performansë shumë mirë, unë besoj që edhe dëgjuesit do të më muzikë live apo muzikë fli. Kështu që është një këngë që më pëlqej shumë, po besoj që shumica që janë kanë ndjekin kanë më pëlqyer, kështu që ja vlen atë. Po pra, gjithmonë. Përderisa s'po më thot flakroni, jo, unë okej. Jo, s'thom jo unë. Jo, po ky shkreti s'ka qysh me thonë ju. Fluturoj për të i rëven me mira në të dit Vërtetëm pa pushim për sëris Disa shpirtin vend Kur kujtoj atë këngën që të largoj nga unë Në kopshtin tim të përqafoj Ta dëgjoj prapë zërin tënë I buzën sot e të Këtë kanatësi mund paraftyroj Deri në dhimbje Shpon kjo vetëmi Prestakoj E ka përse i molim për ty Ka marrë moli qoj si fmi Vërtetën as që dua ta di Dhe sa shpirtin
dëgjoj prap zërin tënd I pullën sytë e tu Këtë kënaqësi mund paraftyroj Në kopshën tim të përqafoj Ta dëgjoj prap zërin tënd I pullën sytë e tu Këtë kënaqësi mund paraftyroj Kopshën tim të përqafoj Ta dëgjoj prap zërin tënd I pullën sytë e tënd Këtë kënaqësi mund paraftyroj Shumë emocion. Sa mirë kur je ka merë duar trokitju, Rriti rri bashkë me mu. Njëri më merë doa trokitja dhe shuplaka. Sa kena fuaj na prej fillimit e sa zonë e kena shu as një prej tyre nuk bori vesh një arbin e pak. Ta, një arbin kur zhu. Ne isha ata na që na dëgjojnë pikjerëve, në është e ka rrë shuplaka. Ai kanë shu vëllonit. E flagron, a e ka sheshë shumë shpesh ku emisioni sot. Ja ka ndru Sahatit baterit, ja ka gjithë treja tar Sahat. Jemi në minutat e fundit këtij edicioni. Kjo është ajo pjesa e falënderimeve. Jemi në 10 orë. Faleminderit 2 euro. Faleminderit 3 euro. Faleminderit 1 euro. Po startojmë faleminderit shumë që gjetë kohë dhe je pjesë e edicionit sot të emisionit Acoustic Night. Ishte një kënaqësi që të kishim në studio. Kënaqësia ime për parim shumë faleminderit edhe për mundësinë, për ftesën, faleminderit Ysenit. E vlerësoj Shumë faleminderit edhe ty. Shpresoj që edhe në të ardhmen të kamenaro me nejtë, me po muzikë, ndoshta, pse jo? Po atjetër, unë po them jo vetëm për ty, për shumicën prej juve dhe për njerëzit që bujnë art, mbyrë të Radio Plusit I lojnë asqej shto. Jam kalzojnë adhe të pinin, shto që se këtë problem të thonë për këtë sen. është kënaqësi që të kishim sot. Ajo kod nuk është pin, no? Po nëse dhe. Edhe I përshëndesim shumë edhe shokë që të kanë përcjell edhe kanë qenë pjesë edhe pse janë prapaskemi, do të thonë. Po nuk do të thonë që këtu është fundi për ty, është fundi për mua dhe Ysenin, kur duhet mi përshëndet gjithë dëgjuesit që janë komentuar, gjithashtu me falenderoj shumë edhe Peperifikun edhe Friksin që na mbështetsin në realizimin e këtyre emisioneve. Na nuk duhet na shku pra këtu në kohën Jo, thjesht është. Krim kundër muzikës. Me çan këngë duhesh mi përshëndet dëgjuesit personale. Po. Diçka që ty të pëlqen shumë, o një këngë që një vetëm superat e do. Okej, po tentoj. Po. Ki dikon me falenderoj qoftë. Faleminderit këtyre shokëve që kanë ardhur me mua sot. Më kanë mbështetje morale. Juve patjetër. Shumë faleminderit. Për parim dhe Ysen. Faleminderit shumë. Dhe gjithë atyve që ju pëlqen muzika e mirë. Pa tjetër, na I përshëndesim gjithë ata që të kanë dëgjuar sot, qoftë edhe ata prej Bujanovcit, po dhe janë themi do të thonë që ju konsiderojmë edhe jo që ju konsiderojmë, po jeni pjesë e jona. Kështu që definitivisht ishte shumë kënaqësi që sot e patëm një djalë të ri, një djalë shumë kulturor, një djalë shumë të mirë që vjen prej Bujanovcit. Ne takohemi prapë javën tjetër. Në edicionin më të ri të emisionit Acoustic Night me mysafirin e radhës se Flakronin po lojmë me këngën e fundit për sonte, shpresojmë që shumë shpejt kemi me pas prapë studio. Gjithmonë. E përderisa Flakroni bëhet gati, unë po du me njoftu sepse të mërkurën me datën 17 në Peperifik në lokalin në Fush Kosovë kemi muzik live ku do të performoj Genc Krasniqi.
ty, pa ti unë ndjes përsi. Si një vulkan që fleja mu, kur t'vit dita ti them, tregimet që nuk vdesin kur. Në qel arqikoj, rrug dole kërkoj, unë dua të ika ti për gjithmonë. Provoj të haroj, fytyrën e njo, dua ta gjem. Harove, dënove, sigur një hije shkove, të lutem ktheu për gjithmonë. Harove, dënove, sigur një hije shkove, të lutem ktheu për gjithmonë. Nëse ty t'imagjinoj si një engjël shikon, sigur do t'më thuash jo. Në rrug të shoh sigur atëherë, ti shon dritë si një djel, dua që unë ti të ndjel. Në qel arqikoj, rrug dole kërkoj, unë dua të ika ti për gjithmonë. Provoj të haroj, shqiptyrën e njo, dua ta kem. Harove, dënove, sigur një hije shkove, të lutem ktheu për gjithmonë. Harove, dënove, sigur një hije shkove, të lutem ktheu për